Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha takoi sot raportuesin për Ballkanin Bundestagun gjerman, Peter Bayer, me të cilin diskutoi rreth sfidave të procesit të anëtarësimit Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Gjermania është një prej vendeve që gjatë javëve të fundit ka këmbgulur më shumë për respektimin e vendimeve të sistemit të drejtësisë, një mesazh që deputeti CDU-s Peter Bayer e solli sërish në Tiranë. Natyrisht e njoha dhe me pengesat e mëdha, serioze, shumë të mëdha, me gjendjen e bllokimit të plot të sistemit të drejtësisë, kartelet e drogës dhe fuqinë e tyre shumë të madhe për shkak të lidhjeve të niveleve më të larta dhe vështirësitë të tjera me të cilat ne përballemi. We're talking about the EU integration process. Diskutuam për procesin e integrimit evropian të Shqipërisë, një vend që shpeshherë përmendet si një nga vendet kryesuese në rrugën drejt integrimit në Bashkimin Evropian. Megjithatë, nga këndvështrimi i Berlinit, ne shohim gjithashtu disa sfida dhe zhvillime të fundit në këtë vend, veçanërisht sa i përket çështjeve që lidhen me sistemin e drejtësisë. Deputeti i CDU-s Peter Bayer gjatë qëndrimit në Tiranë zhvilloi takime edhe me ministrin e jashtëm Ferit Hoxha e kryeministrin Edi Rama.